الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صدق رسول الله. Ham falënderimet tona të panumër të qoshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumta qoshin bimë të zgjedhurin e njerëzimit Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi në hutbën e tretë të temës që kemi thënë se ka të bën me atë që njerëzit për fat të keq edhe nga vetë ne besimtarët e harrojnë shpesh. E harrojnë atë që duhet me qenë për ditëshmëri e tyre, e që është çështja e pendimit, e teubes, kjo cilësi me të cilën Allahu Gjeleshanu i ka përshu besimtarët e sinqert. I ka përshu edhe i ka thirrë se tubu ila Allahi gjemian, pendohuni tek Allahu Gjeleshanu që të gjithë ju. E nuk i ka lënë që eventualisht të mendohet se teubeja është vetëm për ata të cilët janë me një fjalë kryes të mëkateve të mëdha, e që për ta padyshim se është e domosdoshme. Sa i përket aspektit të teubes, edhe në hutbet e kaluara kemi thënë se ajo e realizon në neve mbajtjen tonë gjithmonë në qendër me një fjalë apo në bazë ku në esencë duhet, siç kemi thënë, me qenë njeriu. Sepse teubeja kemi thënë edhe në aspektin gjuhësor në gjuhën arabe e ka kuptimin e kthimit, e zbrapsjes, e kthimit më shkurt në bazë, kthimit në qendër ku njeriu duhet me qenë vazhdimisht. E ajo është që me qenë gjithmonë në atë që Allahu Gjeleshanu ka porosit, me qenë me një fjalë, me vepër, edhe me sjellje, edhe me fjalët tona, në atë që Allahu Gjeleshanu ka porosit, dhe në atë që Allahu dhe pejgamberi a.s. janë të kënaqur. Të pas parasysh këte kemi thënë se muslimani dhe muslimane mundohen që veten me stolis vërtet me pendim të vazhdueshëm. Pasi që po e dim se çdo njeri prej ne jemi ata të cilët bëjmë mëkate, bëjmë gabime edhe lëshime, prandaj vetbërja jone mëkateve pa mundin ton të veçantë, por i cili na vjen me një fjalë pa dhënë ndonjë mund të veçantë, atëherë duhet ta dim se e kundërta e saj duhet ajo që duhet një mund prej neve. Ajo që duhet me luftue veten me një fjalë në këtë aspekt e që është me e ditë se ndaj kujt po bëjna mëkat. Me e ditë do thotë kur e dim se ndaj kujt bëjmë mëkat, atëherë me siguri se e dim edhe se duhet që prej ti me kërku falje. Prej ti duhet do thotë çka me kërkue dhe thot shpëtim edhe me e lut për falje, për lëshimit edhe gabimet që neve i bëjmë. Sot do të ndalmi pak të flasim inshallah rreth llojeve të teubeve dhe thot apo të pendimit tek njerëzit, e që neve e dim se nuk janë të gjitha pendimet të njëjta, po as njerëzit që janë të njëjtë do thot në çdo situatë. Por neve fillimisht kur është fjala e pendimit apo teubes, zakonisht e di me atë që është realizuar qysh në periudhën e parë të kohës së pejgamberit a.s. me atë numër do të Mekasve, me atë numër do të Kurejshve që pejgamberi a.s. i ka thirrë së pari në pendim edhe teube nga shirku edhe kufri në të cilin kanë qenë. E që padyshim se kjo është ajo çështja më madhore që njeriu me dalë me një fjalë prej botës së kufrit e të shirkut në botën e imanit edhe besimit të sinqert. Në këtë aspekt edhe Allahu Gjeleshanuhu na njofton, do thotë, edhe ju premton të tillëve që kanë qenë në kufër edhe në shirk,
sa do që ka zgjat kufri i tyre dhe shirku i tyre. Thot kulli alladhina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Thuaj o ti Muhammed atyre të cilët kanë qenë pabesimtar, ata të cilët kanë mohu, nëse ata përfundojnë me një fjalë dhe ndalin këtë çështjen e kufrit të tyre, njoftoj ata se atyre do t'u falet gjithë ajo që ata kanë kaluar më herët. Sa do që të kanë qenë mizor, sa do që të kanë bërë mëkate të mëdha, sa do që kanë qenë të padrejt ndaj Allahu Gjeleshanuhu, Allahu Gjeleshanu ju premton atyre që kanë qenë në këtë gjendje, në mosbesim me një fjalë, me vetë deklarimin e shahadetit la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, edhe atë duke e pas me zemër, është çështja të thotë që biidhnillah vetit kanë mi garantu shlyrjen e gjithë asaj faqe të zezë që e kanë pasur para vetit. El islamu yajubbu ma qablahu. Pejgamberi al-Islam thot Islami është ai që e fshin të tërën atë që ekziston para tij. Sa do e ertë që ka qenë e kalueshmja e njeriut, biidhnillah le të jetë i bindur se Allahu Gjeleshanu fal. Allahu Gjeleshanu e pranon pra pendimin e njeriut, edhe nëse ka qenë prej mushrikve, edhe prej dëhët pabesimtarëve më të mëdhenj. E kemi cekë edhe ma heret kush ka qenë ndoshta më i ashpër se sa vet Omeri radiallahu anhu. Kush ka qenë më i ashpër do thotë se Ebu Sufjani, e sa prej kurejshve do thotë edhe sahabëve të cilët kanë kaluar në Islam pas një kohë do thotë të bukur të kufrit e të shirkut, edhe të thotë të mizorisë në të cilën kanë jetuar. Po Allahu Gjeleshanu ju ka premtuar dhe thotë se të tillë biidhnillah me vetë teuben, me vetë pendimin edhe deklarimin e shahadetit, Allahu Gjeleshanu do t'u afal të kaluarën e tyre. Ekziston teubeja e atyre të hëtë të cilët janë në nifak, pendimi i munafikut, e që neve e dim se munafikluku tek ne në Islam ndahet në dy grupe. Është nifaku dyftyrsia në aspektin e besimit, edhe është dyftyrsia apo nifaku, munafikluku në aspektin e veprave të njerëzve. Kur o fjala për në aspekt të besimit, e dim se kjo është shkalla më e ulët edhe më e rrezikshme në të cilën mund të jetë njeriu. Për atë edhe Allahu Gjeleshanuhu i kërcënon këta edhe u thot innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Vërtet munafiqët që janë në besim thot do të jenë në shkallën më të ulët të zjarrit të xhehenemit. Sepse këta kanë bashkuar mes kufrit edhe nifakut, munafiklukut. Qafiri që është i hapur edhe deklaron se është qafir, edhe deklaron se është armik i yti, gjithmonë e dim edhe se vërtet është më i lehtë se sa ai që në esencë është qafir, është pa besimtar, por tek ti deklarohet si besimtar. Madje edhe është në gjendje me u fal bashkë me ty në safin e parë, siç kanë vepruar munafiqët në Medinë, në krye të të cilëve ka qenë Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Për të tillët Allahu Gjeleshanu ka premtuar dhe ka njoftuar se do të jenë në shkallën më të ulët të zjarrit të xhehenemit. Por kur fjala e atyre të cilët eventualisht kanë munafikluk në vepra, e të cilit për fat të keq ndoshta shumë kush nuk jemi duke i shpëtu, e për të cilin besoj se i kemi ndëgjuar sa prej haditheve që pejgamberi alayhis salam na njofton, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha. Të katër gjëra tek ai që gjinden, thot leta din se është munafik i kullun, munafik i plot, por megjithatë jemi duke fol për në vepra, jo në besim. Thot përderisa ta ka njërin prej tyre, ai do ta ketë një pjesë të munafiklukut derisa ta flak, ta largon atë prej vetes së vet. E para e tyre është idha tumin e khane, kur i besohet tradhton, wa idha haddatha kadhaba, kur flet gënjen, wa idha wa'ada akhlafa, kur ai do të premton, wa idha ahada ghadara, kur ai do të hynë në marrëveshje me dikën, është në gjendje me e thy marrëveshjen, edhe pse e kanë nënshkruar me dorë të vet. Wa idha khasama fajara, edhe kur hyn në ndonjë grindje, në ndonjë mosmarrëveshje, edhe kur ajo është e thjesht, ajo është në gjendje me eksplodu. Cilësia e tij është që gjërat e vogla me i rrit, me ngrit zanin, me ngrit tonin. Këto janë katër cilësi që pejgamberi alayhis salam po i përshon tek ai që gjinden, le ta din që është munafik i kullun. Por megjithatë, të kemi kujdes, ky është munafiki që është në vepër.
Përderisa te ka deklaratin, te ka shahadetin, ta ka besimin në zemër, që e ka vërtet besim, atëherë nuk mund të llogaritet se është pabesimtar, por është të thot mëkatar i madh. Është mëkatar i madh që nuk ka mundësi me një fjalë me qenë prej të falurve nga dënimi edhe në botën e ardhshme, përderisa ai mos të pendohet në mënyrë të sinqertë, teubeten nasuha, me pendim, me teube që Allahu xhaleshanu ka njoftuar, do thot në Kur'an. Por sado që ti ka pas të tillat, sikurse tek qafirat edhe mushrikët, përderisa të jetë i sinqert në teuben e tij, edhe pas gjitha këtyre cilësive dhe sifateve që eventualisht i ka pas, përderisa ai të pendohet sinqerisht tek Allahu xhaleshanu për çdo gjë që e ka bërë prej të tillave, atëherë biidhnillah gjithashtu Allah dhe pejgamberi alayhis salam premtojnë se ka me qenë do thot prej të falurve. Ndërsa kur fjala për mëkatet e mëdha, e që neve fort mirë e dim, do thot se mëkatet e mëdha madje nuk janë vetëm ato 7 që zakonisht jemi mësuar me i ndëgju në përderset tona. 7 mëkatet e mëdha për të cilat pejgamberi alayhis salam kanë njoftuar se janë mëkate mbytëse, shkatruese të njeriut. Ijtanibu sabil mubiqat, largohuni, ka thënë, prej 7 mëkateve që janë mbytëse, shkatruese të njerit. E që padyshim se janë prej më të mëdhave, por nuk ka thënë pejgamberi alayhis salam në këtë hadith se vetëm këto janë, që është mas pari çështja e shirkut, e sihrit apo do thot magjis, aspekti do thot i kamatës, i ngrënies së pasurisë së jetimit e deri në fund të hadithit. Por nuk ka thënë se vetëm këto janë mëkatet e mëdha. Mëkatet e mëdha janë edhe shumë të tjera që nuk ceken në këtë, e që është lania e namazit padyshim prej të tillave, mos agjerimi pa të drejtë apo pa arsye, po ashtu prej mëkateve të mëdha, uqukul walidain, sjellja e keqe ndaj prindërve, padyshim që është prej mëkateve të mëdha. Më shkurt Imam Dhahabiu, që është një prej dietarëve të mëdhenj, e ka shkruar një libër rreth mëkateve të mëdha që e ka quajtur El Kebair, mëkatet e mëdha, kështu e ka quajtur librin, i ka radhit veç e veç me një fjalë më shumë se 100 mëkate të mëdha, që neve harrojmë dhe mundohemi nga njëherë mi rumbullaksu vetëm në këto 7 që po them. Mase 100 mëkate, një nga një duke i cek ajetet edhe hadithet, për to i ka numruar do thot Imam Dhahabiu, edhe prandaj na ka tërheq vërejtën mos ta lejojmë veten me ranë to. E kur fjala se çka është dallimin mes mëkatit të madh edhe të voglit, ka disa mendime të dietarëve, por ai i zgjedhuri është që kanë thënë se mëkat i madh prej mëkateve të mëdha llogaritet çdo mëkat për të cilin Allahu xhaleshanu ka caktuar dispozit ndëshkuese në këtë botë, po edhe për të cilin ka caktuar më shkurt dënim të ashpër në botën e ardhshme. Nëse ndëgjoni edhe lexoni për ndonjë mëkat se Allahu xhaleshanu ka caktuar dispozit se meriton që ka shkopin mbi fjala nëse pijet alkooli, që ka meriton çështja e prostitucionit, që ka është çështja thotë e narkomanisë e tjera sen, dini thotë se këto janë prej të tillave. Nuk ka mundësi që eventualisht dikush më aborrafsh vetë me thonë se ndoshta mos janë prej të voglave, përderisa ekzistojnë dispozita caktuara për to. Edhe përderisa ekziston çështja e njoftimit në Kur'an edhe në Sunet pejgamberit alayhis salam se për te kem me pas dënim në botën e ardhshme, dije se ajo është prej mëkatit të madh. Prandaj largohu prej tij, e janë ma shkurt do thot prej të tillave janë padyshim do thot të shumta. Po kur fjala tek mëkatet e mëdha, vërtet ndoshta pak është më e lehtë dhe më shumë do thot është një temë që është e njohur tek ne. E që këto më të mëdha po dihet do thot edhe zakonisht nuk ka musliman as muslimane që është mesatar e që nuk i njeh këto. Po problemi është tek mëkatet e vogla. Mëkatet e vogla, të cilat po them për fat të keq, zakonisht po jemi në gjendje qysh edhe sahabët do thotë të cilët e kanë përjetuar kohën e tabiinëve. Sahabët e vegjël si kanë qenë Abdullah ibn Abasi, Abdullah ibn Omeri, kanë qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam fëmijë, kanë qenë djalmosha do thotë të rinj. Prandaj edhe ka dashur Allahu kanë rënuar më shumë se sa Abu Bekri, Omeri e tjerë. Edhe më shkurt kur kanë ndruar jetë shumica absolute e sahabëve të mëdhenj, edhe ka mbet një numër shumë i vogël i sahabëve, e që kanë qenë me fjalë të vegjël në kohën e pejgamberit alayhis salam. Në këtë kohë më vesh është koha tash e tabiinëve që po fillon, koha e gjeneratës pas sahabëve. Këta pak sahabë që kanë qenë ende gjallë, po e shohin se në këtë kohë veç
kanë filluar njerëzit në këtë kohë me i bërë disa gjëra, disa vepra, të cilat këtyre nuk po ju vjen mirë as pak. Edhe të cilat, ndoshta në krahasim me këto që ekzistojnë sot tek ne, vërtet kanë qenë thjeshta. Por këta pak sahab që kanë qenë, ju kanë drejtuar tabinëve, ju kanë thonë: vallahi që të mëkate që të gjëra që ju po i llogaritni sot për të vogla, kunna na'udduha min al-kaba'ir. Në kohën e pejgamberit al-Islami kena llogarit që kanë qenë për të mëdhave. Ju po thoni se janë të vogla këto, veç në kohën e pejgamberit al-Islam i kemi llogarit që kanë qenë për mëkateve të mëdha. A thu po të ishin ata sot me ardh mesin ton edhe ta shifshin realitetin e të muslimanëve sot, për shumë mëkate që neve ja bojmë vetit rrafsh, për shumë mëkate që na duket se hajtë se inshallah kje kalush me e vogël është, a thu se çka kishte me ndodhë. Prandaj, kur fjala vërtet për këtë aspekt, neve duhet të jemi të kujdesshëm edhe ta dim se pejgamberi al-Islam në këtë aspekt edhe ka njoftuar për dallimin në mes të besimtarit të sinqert edhe munafikut. Edhe ai që është thot me një fjalë mëkatari madh thot: an ibn Mas'ud radiallahu an, transmeton ibn Mas'udi: innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Thot vërtet besimtari që është besimtari i sinqert i shiqon thot mëkatet e veta në atë mënyrë sikurse është ulur në një kodër të lartë e cila është mbi te, edhe gjithmonë e mendon se është duke dashur me i ra ajo kodër. Kështu i shiqon mëkatet e veta, edhe nuk i shiqon shumë se ajo të mëdha të vogla. Po çdo mëkat që eventualisht sprovohet me te, thotë e shiqon si të tillë, se ai me një fjalë është duke dashur sikurse kodra e cila është duke dashur me ezan. Wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin marra ala anfi fa qala bihi hakadha. Ndërsa ai që është thot mëkatari i madh, ai që është munafik, thot i shef mëkatet e veta sikurse një çështje e një mize e cila i kalon ka me një fjalë hunda e tij dhe ai vetëm bën kështu. E kur fjalat e mëkatet e vogla madje, pejgamberi alayhis salam ka thonë: la saghira ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Nuk ka mëkat të vogël nëse neve jemi këmbgulës dhe të vazhdueshëm në te. Hajtë se ky i vogël bën një herë, hajtë se i vogël 2 herë, 3 herë, 30 herë, 300 herë për çdo ditë, se mëkat i vogël nuk mbetet ai i vogël. La saghira ma'al israr, nuk ka mëkat të vogël me këmbgulje dhe me vazhdimsi në te. Po edhe thot la kabira ma'al istighfar, nuk ka edhe mëkat të madh nëse atë e pason pendimi. Me një fjalë, atë mëkat sa do të jetë i madh, biidhnillah pendimi i sinqert, ka me qenë ai që ka me fshi. Në këtë aspekt prap e kemi do thot edhe disa prej të parëve tanë kanë thonë se mëkati që më shumë t'i ja kemi frigën, kanë thonë është ai mëkat i cili huwa alladhi yaqulu sahibuhu laytaka kullu dhanbin fa'altuhu mithla hadha. Është ai mëkat, kanë thonë, që kur thot kryesi i saj, kryesi i atij mëkati, kur thot sikur të gjitha mëkatet që i kum bë më herët të ishin sikur ky mëkat. Kur njeriu do thot e bën mëkatin, edhe çka që ja bën vetit rrash me një fjalë, thot po ti kisha edhe tjerat siç ky. Ku tishin edhe tjerat sikur ky, duke e zvoglu, duke e llogarit se ky ke i vogël, i thjesht, thonë që ti në mas shumë ti na i tutmi, që ti na i tutmi që ky s'ka më na u fal neve, kur neve ja kemi bo vetit rrafsh në këtë mënyrë. Edhe çka? Po thojmë atë sikur tishin edhe mëkate tjera. Na edhe i ndëgjojmë nga njëherë edhe mes veti, kur neve flasim nga njëherë për ndonjë temë, kur dikujt diken e këshillojmë do thot për disa aspekte, s'ka diçka më të mëdha? Çfarë mëkate, çfarë gjëra neve po i shohmi, ti po na flet për këtë çështje, thotë që është tepër e thjeshtë, e vogël. Dine se do thot njerëzit pa u marrë me të vogla nuk kanë mundësi edhe me të mëdha mu marrë. Njerëzit fillojnë me u marrë me të vogla, pa u marrë me të voglat nuk ka mundësi edhe me të mëdha mu marrë. Prandaj le të jemi të kujdesshëm e mos ta lejojmë veten me ranë këto. Një rast, disa prej vëllezërve e kanë vizituar një vëlla të vetin që ka qenë prej të devotshmëve. Edhe kanë thasë se ka qenë i smur, edhe po çan me një fjalë me çajtur të teprun. Edhe e pyesin edhe duke e njoft se ka qenë njeri tepër i devotshëm. Edhe i thojnë, çka është ajo që është duke të bë ty të qash, kur neve dim se je njeri që kur nuk të ka ndodhë që me ranë në mëkatet mëdha, po edhe dim që kur një farz ty në jetën tënde nuk të ka kalue. Po e njofin këta vëllezër me një fjalë këtë vëlla të tyrin,
Edhe po I drejtohen edhe po habitin pse ka shumë po qanë në këto momente, që është do thot në momentin ndoshta të fundit, edhe I sëmur. Thot wallahi ma ebki ala hadha, walakin akhsha an akuna qad ataitu dhanban ahsibuhu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Thot wallahi nuk jam të qajt për këtë që ju jeni të e thonë, po thot jam duke qajt për ndonjë mëkat që e kam bërë unë, thot, e të cilin unë e kum llogarit se ajo është I thjesht edhe I vogël, e ai tek Allahu xhaleshan mundet me kanë prej më të mëdhave. Për këtë thot po qaj, thot që ndoshta nganjëherë na vetit na duket se hajt se nuk është kjo problem fort. Hajt se inshallah ky është problem I vogël, është mëkat I vogël, ma din Allah I hallin mua. Kur fillon njeri me e qel këtë derë, kur fillon me një fjalë me e hap këtë derë, ajo derë është do thot derë shkatruese edhe duhet me pas kujdes çdo njeri prej nesh, që mos me e hap këtë derë, se nëse hapet kjo është shumë vështirë atëherë edhe mu mshel. Për atë në këto aspekte edhe për aspekte të ndryshme që ne I llogarisëm si të vogla, neve e dim se në këtë kontekst edhe këtë fjalë që I tha ky dhe Allahu xhaleshanuhu I përshkruan kur fjala e rastit të sprovës në të cilën kanë ra edhe disa prej besimtarëve në kohën e pejgamberit a.s. kur janë marrë thot me atë që e kanë plasue munafikët në Medine, në krye të cilëve e cekëm edhe më herët Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, kur e kanë plasue shpifjen ndaj Aishës radiallahu anha për amoralitet. Në këtë sprovë kanë ra edhe disa prej besimtarëve. Prandaj tu e pas parasysh se I kanë leju vetit që me përdor disa fjale dhe me fol në këtë aspekt. Allahu xhaleshanu kur e pastron Aishën dhe I u tregon realitetin, ja u trehek vretin edhe u thot wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Thot ju jeni ata të cilët me gojet e ty e juaja jeni duke fol fjalë të cilat I llogaritni, do thot për të cilat nuk keni fare dije, po ju I llogaritni si të vogla, thjeshta. Por këto fjalë tek Allahu xhaleshani janë të mëdha. Me një fjalë dini se jeni duke u zhyt në mëkate të mëdha, po të cilat ju po ja bëni vetit rrafsh dhe po mendoni se janë të thjeshta. Po në këtë kontekst edhe e kemi rastin e vet Aishës radiallahu anha, e cila me një rast o sprovu. Edhe kur e ka pa pejgamberin alayhis salam që I ka dashur dhe I ka respektuar disa prej grave të tjera, konkretisht për njërin e cila ka qenë prej shtatit e shkurt. Tu e pas parasysh se vërtet Allahu xhaleshanu I ka dhënë bukuria Aishës radiallahu anha dhe ka qenë femër vërtet. I drejtohet pejgamberit alayhis salam me fjalë, edhe pse as fjalën se ka fol. Thot ja Rasulullah, çka është ajo që po të bën që çash me një fjalë me e dasht filanen, kur ajo me një fjalë nuk është kur gjofi, pos është edhe jo me fjalë, nuk thot është e shkurt, është ta shkurt, po veç me çështjen e dorës së vet. Jep shaj se ajo është e shkurt, është ta shkurt, me një fjalë, nuk është ku me di çfarë femre. Edhe çka pejgamberi alayhis salam në këtë rast I thot, wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Thot wallahi e ke thënë thot një fjalë që sikur kjo të përzihet me tërm ujin e detit, thot kishte me e ndot, me një fjalë kishte me e përzi. Fjalë të cilën ndoshta Aisha e ka llogaritur si thjesht vogël, po pejgamberi alayhis salam po ja tërheq vërejtën, po kjo është çaq e rënd, çaq me një fjalë është në gjendje me shkaktu dëm sa që ujin e detit të tërin me e ndot. E a thu se neve do thot në këto aspekte edhe në shprehjet mes veti, në shprehjet edhe në mëkatet që na shpeshher po ja bojmë rrash vetit, e të cilat po I llogarisim si të vogla, a thu se jemi të kujdesshëm në këto aspekte. Wallahi duhet të jemi të kujdesshëm, se përndryshe ndoshta ka mundësi vërtet që neve mëkat pas mëkati me ngarku veten deri në atë mas sa që me një ditë mos me qenë në gjendje vërtet edhe me e pa do thot dritën e udhëzimit, edhe mos me qenë prej atyre që eventualisht, siç kemi thënë edhe më herët, mos me leju veten as me këto, se përndryshe për çdo mëkat që njeriu e bën, Allahu xhaleshanu atij I ia vën një pikë të zezë në zemrën e tij. Nëse pendohet atëherë biidhnillah pastrohet zemra e tij, por nëse është I vazhdueshëm mëkat për pas mëkati, kemi thënë se kjo është gjendja më katastrofale në të cilën mund të bjen besimtari, e cila është nxirja e zemrës së tij,
e që pasaj nuk është në gjendje kurse si me arrit apo me pranu çështjen e udhëzimit. Inshallah Allahu xhaleshanuhu na bën prej atyre që vërtet ruhen së pari prej mëkateve të mëdha e mandej në të njëjtën kohë nuk janë prej atyre që i neglizhojnë edhe mëkatet e vogla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun alim.